Si shkak i festës së Kurban Bajramit, shoqata Bereqeti në Gjakov është përkujdesur që gëzimi të jetë prezent edhe tek familjarët me jetim. Rreth këtij aktiviteti foli kryetari i kësaj shoqate në Gjakov, Abdurrahman Bejtullahu. Si çdo festë kombëtare dhe fetare, shoqata Bereqetit me stafin e saj dhe bamirësit që ka nga vendi, nga diaspora, mundohet të jetë afër familjarëve që me jetim, sidomos kjo kategori që është e rëndë për ne, që është marrëprekshme. Dhe kësaj radhe për një kohë shumë të shkurt, afër 10 ditë, kemi punë një shumë për 3.500 euro, të gëzojmë jetimat me nga 50 euro, një shumë simbolike, në jetën kohë ka një pako me vlerë 50 euro, ka nga një palë rroba poshtë dhe lartë të njerka, dhe poshtë kemi bërë dhe një torte me llogon e Bereqetit, sot do pak të edhe ata ka një gëzim sukuni. Bejtullahu po ashtu kishte edhe disa falënderime. Unë falenderoj përmes të vëshirit bamirësit që kemi nga vendi, nga diaspora, se çdo postim që bëhet për jetima ende po bën 24 përfundon me sukses. Zoti shumë lehtë. Shoqata Bereqeti Dega në Gjakov ndihmon familjet e varfra dhe njerëzit me nevoja të ndryshme, duke bashkëpunuar me organizatat e tjera brenda vendit dhe me donatorët në Kosovë e diasporë.